Falenderojmë Allahun e madhreshëm, dërgojmë salavat e përshëndetje mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjen, shokët dhe krejt umetin e tij. Të nderuar vëllezër besimtar të pranishëm. Duke qenë se jemi në xhumën e fundit, në ditët e fundit të muajit të bekuar Ramazan, atë dihet mirëfilli se sikur çdo sen tjetër përveç Allahut e ka fillimin, e ka dhe mbarimin. Pra edhe ky muaj i bekuar Ramazan erdhi, po edhe shkoj. Vetëm edhe 2 ditë edhe shkoj muaji i bekuar. Ata të cilët u gëzuan, ata të cilët e pritën me mall, ata të cilët e pritën me dashuri, me kënaqësi, me lumturi, vërtet u gëzuan shumë, e shfrytzuan, u begatuan, me të dhe u angazhuan gjatë këtij muaji. E normal që tash sigurisht në një formë edhe pikëllohen e mërziten se shkon një muaj i tillë. E ata të cilët këta të tillë, të cilët kanë punu, e kanë shfrytzuar kohën, janë angazhuar me gjitha llojet e ibadeteve, gjitha llojet e adhurimeve, si ditën si natën, atëherë këta i përgëzojmë dhe i urojmë me shpërblimet e mëdha që Zoti ja ka premtuar atyne, me ato premtime të mëdha që Zoti edhe ato shpërblime që i ka përgatitur Allahu madhreshëm për ta besimtar burra dhe gra. Po të lumt ata që e shfrytzuan, të lumt ata që e përjetuan me shpirt, e përjetuan me trup. Prandaj normal që ata këto ditë me lëndë syje dhe përcjellën me mallëxhim këtë muaj të bekuar Ramazan. Dorsa në anën tjetër, ata të cilët u mërzitën kur erdhi muaji Ramazan. Edhe gëzohen që po shkon muaji Ramazan. Po, shka se nuk rrin gjithmonë. Por ti çka përfitove, ti çka nxorre, ti çka morë për këtij muaji të bekuar. Prandaj ata që nuk e shfrytzuan këtë muaj, apo nuk e shfrytzuan sa duhet këtë muaj, atyre ju bëjmë thirrje të pendohen te Allahu, kthehen te Allahu sa në përfituar. Ma mirë vonë se sa kurrë. Ma mirë dikur më kthy te Zoti, edhe këto ditë të mbetura, më kthy te Allahu me një pendim të sinqert, edhe më mundu me shfrytzu edhe këto ditë asa na kamet për në ato që Zoti është i kënaqur. Vëllezër të nderuar, në fund të këtij muaji të bekuar, sigurisht në fund të jetës sonë kur vdesim, çdo njeri do të bëhet pishmanle që thonë na gjuhën popullore. Edhe besimtarët e devotshëm ta punëtor që i përmendëm, që kanë shfrytzuar muajin Ramazan kur dalën ditën e gjykimit para Allahut të Madhreshëm, i bëhen pishman për muajin Ramazan. Kur dalën para Zotit dhe shohin shpërblimet e mëdha që Zoti ka përgatitur për agjëruesit, për adhuruesit të Zotit gjatë muajit Ramazan, edhe ata që kanë punuar shumë, e kanë shfrytzuar maksimum, i bien pishman, pse nuk kena punu hala më shumë. Pse s'kena bo ibadet hala ma shumë. Por atë në bo. Po edhe ata që s'kan punu, kur i shohë që është përblimesh, po marrin këta Ramazan gjitë që e kam shfrytzuar Ramazanin, ku, pse s'keni punu edhe nasi për ata. Pra, gjithë se cili ka me rakë pishman ditën e gjykimit. Pa ma meti bjen pishman, se s'kena punu hala ma shumë, se s'ka në bazë, se s'kena punu heqë. Prandaj i urojmë ata që i kanë shfrytzuar edhe kanë përfituar nga muaji i bekuar Ramazan. Duhet kemi kujdes ta përfundojmë muajin e Ramazan me një përfundim të mirë, me një përshëndetje të mirë, qysh na ka hije si besimtar. Innal a'mala bil khawatim, vërtet vepra vlerësohen sipas përfundimit. Sikur se fundi i jetës sonë qysh vlerësohet sipas fundit, qysh po përfundon jeta jonë, që duhet kemi kujdes, qysh po merr fund. Ka raste njëri si kemi hadithe, punon në jeton si besimtar, po des jo besimtar. Momentet fundit rën hesapi, luan hesapi. Kthehet. Janë gjana që ndrojnë, për ata thot Allahu, dhe më në thot për nga nësëm që drejtojt Allahu, o rëtullu si zemër, forcoje zemër time në fejnë tone, që si dihet, sot besan, nesër nuk besan, sot nuk besan, nesër besan, nuk ka kemi të sigurt kur gjo, po vlerësohet si pas përfundimit. Sigur jeta ju që vlerësohet si pas përfundimit, se vdesim musliman ose jo musliman, që është të Ramazani për vlerësohet si pas përfundimit që ja bojnë. Pra dhe të mundohemi dhe na që ta përfundojmë muajin e bekuar Ramazan, po ashtu me ato vepra që kemi përcjell të të muaj. Me namaz dhe me Kur'an e me dhikr e me gjitha llojet mos i përmendem me radhë të ibadeteve. Sa më mirë që është të mëshme.
edhe pse shku nota 27, na do të me vazhdu se i njëjti Zot është. Na mu duhet me bo nota 27 çdo natë Ramazanit. Jo vetëm një natë. Për që ta dhe Zotin e kalon në shef nota 27, a është 27, a 29, a 25, për mos më bu neglijent dhe në të tjera, po komplet me përfundu të amam që duhet muaj Ramazan. Edhe pse përshkojnë muaj Ramazan, duhet vazhdojmë vllazët të ndëru, duhet vazhdojnë falja namazit. Namazit farz duhet më falja pet, edhe në Ramazan, edhe këtu dhetë që në kanë bërë, edhe jashtë Ramazan. Do të vazhdojnë të falja namazit gjumos, që shi një orë në Ramazan ma shpesh, ma shumë, vreje që në Ramazan njërë të shkojnë ma shumë edhe në gjumon. Do të prapë me vazhdojnë me shku në gjumon. Që shi një shku një orë në Taravi, prapë do të me falë namaz natës. Nuk ndërprejnë namazin natës, edhe me kalimin në mujtë Ramazan. Do të me vazhdojnë, qoftë edhe ka dyre qaftë. Kër e ka vitë pejgamberin për Abdullah ibn Amerin, që shpagurri është, ja lejti e kuvulli, si ku t'i shurë dhe natë me falë namaz pak ma shumë. S'ka pas vrejti tjera, këtë rregull pa dhe namaz natët kështë bo. Kjo vazhdojt edhe jashtë Ramazan, me vazhdojt gjithë. Vazhdojt me lexime në Kur'anit. Qështë keni po hatë me mrena mujtë Ramazan, një hatë me 2, 3, 4, 5, ka me që edhe 10, hatë me i bujnë Ramazan. Vazhdo. Ani pse me intensitet pak ma tullë, se normal, në jashtë Ramazanit nuk shkohet me elanin e njësit Ramazan, po me që ta duhet më smershu gradora, prap Koranin, pra duhet me ledzu. Mos e bash hatë me për një javë, ba në hatë për një mujë, mos e bash për një mujë, ba në vete për 2 mujë, ama vazhdimisht, dhjeme të ndorë, vazhdo me dhikë, vazhdo me doa, vazhdo me mësim, vazhdohet dituria, vazhdohet avancimi shkëndzu, vazhdohet përgatitja, edhe jashtë Ramazanit. Vazhdohet vllazëllaku, vazhdohet iftari së vyri, vazhdohet agjerimi, kemi agjerim. Pejgamberi sa thotë kush e përcjell muaj Ramazan me 6 ditë Shawalit, i shkruhet se vopsi me agjeru komplet vitin. Pra 30 ditë Ramazan plus 6 ditë Shawal, domthonjë me llogaritë komplet një vit agjerim. 3 ditë e bardha, 13, 14, 15, e hane, ajte, ashurja, Muharremi, kemi plate për plate. Mos të harrohen, për vazhdohen ato. Pra përfundimi Ramazan të jetë me vazhdimin e këtyre veprave tona që i kemi këtu. Vazhdohet me derse me ligjerata. Më prezentohet xhami, edhe pse keni dëgjuar gjatë muajit Ramazan. Pra me prezentohet, na alhamdulillah kemi çtune, pra. Mos me shkut, me vazhdu ardë xhami, edhe në vakte, pas vakte, po edhe ligjerata, aktivitete, angazhime, me bo, takime, krejt, sillë pështët të xhamia. Kemi hadithin thotë dy njerëz që duan për njëri tjetër për Allah, e duan xhami për Allah, lidhen për xhamia. Është jeta e tij e lidhur me xhamin, organizimi i tij me xhamin, gjithçka, pa duhet të vazhdojë edhe Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. E jo vetëm tu. Vazhdojnë me sadakatul fitr, që tanë ato a jepën Ramazan, po vazhdohet sadakaja, vazhdohet kontributi. Kontributi çfarë do forme, qohë për popull, qohë për vatan, qohë për shtet, qohë për familje, qohë për shkollë, qohë për xhami, qohë për nxënësa. Çfarë të aktiviteti e angazhimit duhet më vazhdu, nuk shputet. Që ky është ai mesazhi i Ramazanit, më vazhdu kontinuiteti, domon edhe ne do të mund që kemi post Ramazan. Me që e lartë, me vazhdu dhe jashtë Ramazanit. Krejtë të vazhdojnë në jashtë Ramazanit. Mos dërpritën. Edhe në fund e kemi, në fund Ramazanit e kemi tash edhe plotësimin me tekbire që përmenëm edhe më herët, që në natën e Bajramit, me perëndimin e diellit, të bëhen tekbire, që thotë edhe Allah në Kur'an, wa li tukmilu al-iddata wa li tukabbiru Allah. Të plotësoni ditët e agjerimit dhe të madharani Allah. Me perëndimin e diellit të natën e Bajramit, të thomi tekbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ta përsërisim, të bumën, të ushtan rruga, të vendit gjithkund, të mon për tekbireve tona si manifestim i festës së Bajramit. Edhe në fund e kemi tani në ditën e Bajramit, që është kurorizimi i finalizimit të adhurimit të madh, që është një përshtylla e Islamit agjerimi muajit Ramazan. Pra na me plot të drejtë ditën e Bajramit e festojna me krenari me mburje se e keni plotësuar kush për kushtet e Islamit agjerimin e muajit Ramazan. Edhe është një arsye, një festë e madhe që me drejtë edhe shariatikisht e festojmë edhe plotësojmë edhe ne
kjo është në shenjë falënderimit ndaj Zotit, në shenjë për kujtimin ndaj Zotit, në shenjë të dhikrit ndaj Tij, edhe të besimit ndaj Tij. Pra vëllezër të nderuam, këto janë ato që duhet ta përfundojmë, pa ta kemi një fund të mirë, edhe një kujtim të mirë, edhe një shpërblim të mirë, që dalim prej këtij muaji, edhe me atë shpresën e madhe që e kemi fitu kënaqësinë e Allahut të plotësishëm. Që Allahu mundoj kënaqur me neve. Jo na me përfitu në atë kuptimin trupor, ko bu dihet, vallai hupa 2 kg, hupa 3 kg, nëse fillan me këto që hub savapit. Nuk është synimi jo në botë dieta trupore edhe materiale, po synimi jo me fitu kënaqësinë e Allahut të madhërisht. To nëse kemi arrit me siguru kënaqësinë e Zotit, atër kemi arrit me siguru edhe regjistrimin e emrit tonë në listat e Zotit, të ata që i donë Allahu dhe që ja ka ndaluar zjarrin e xhenemit me djegë. Që lusim Zotin e madh që krejt emrat tonë, të familjarëve tonë, t'jenë ato lista. Edhe në të netët fundit që i kemi të Ramazanit, edhe në natën e krejt fundit Ramazanit që të pejgamberi selam do të liron nga zjarri i xhenemit njerëz sa haliu komplet muaj Ramazan. Inshallah Allah na mundson të jemi prej të tillë